Për pyetje, po ju paralajmëroj që korona ishte rekord përgjigje dha. Unë kam dy çështje të cilat shumë shkurtimisht po duam ndo me juve për zhvillimet tashmë të gjithë jeni në dieni. Por megjithatë po kthena prapë tek baza e asaj që mundom me thonë që është rrugëzgjidhja për procesin e ardhshëm që është konstituimi i kuvendit. Qytetari i Kosovës, populli i ka dhënë të drejtë lëvizjes vetëvendosje që ta ketë kryetarin e kuvendit. Është e papranueshme që partitë opozitare thonë që këtë drejtë që u ka dhënë qytetari edhe interpretimi i gjykatës kushtetuese na lejoni neve që ne ta kemi të drejtën që ta zgjedhim se kush duhet të jetë kryetari i kuvendit. Mendoj që ky është boshti i problemit edhe rrugëzgjidhja që duhet më dalë. Në rast se kryetari i kuvendit këtë drejtë ia ka delegu qytetari, populli i Kosovës, edhe njëkohësisht ka dhe interpretim të gjykatës kushtetuese se i takon grupit më të madh parlamentar, nuk i takon partive tjera me thonë na jepni këtë drejtë që ka dhënë juve qytetari, edhe interpretimi ose gjykimi i gjykatës kushtetuese që ta përcaktojmë ne. Çështja e dytë, Kuvendi i Kosovës nuk i takon vetëm edhe shumicës, në këtë rast partisë ose koalicionit që ka dalë fitues dhe i pari në zgjedhje, se ndryshe me këtë logjik atë do duhet me qenë gjithë nënkryetarët. E përderisa nënkryetarët i takojnë edhe partive të tjera, ta zom këtë rast flas për PDK-n edhe LDK-n për shkak se AOK-ja prononcohet është parti parlamentare, po s'ka drejt as me kandidu për nënkryetarët e kuvendit. Edhe është e rëndësishme çështja tjetër që ta theksojmë edhe një herë se janë deputet të komuniteteve jo shumicë nga të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë, që po i dhënë përkrahje këtij vullneti qytetar që e ka përcaktuar me datën 9 shkurt. Do thotë 2 bosnjak, 2 egjiptian, 2 turq, edhe 1 ashkali, 1 rom dhe 1 serb, 9 nga të gjitha komunitetet jo shumicë, 1 edhe nga komunitetet do thotë serb, në vazhdimsi dhonë përkraje dhe votën e tyre në formim edhe në funksion të konstituimit Kuvendit Kosovës. Besoj që e njëjta çështje ose e njëjta logjik duhet ndjeket edhe nga partitë tjera opozitare shqiptare, për shkak se kjo do t'i hapte rrugë të mundësisë së konstituimit të kuvendit edhe futjes në afate ligjore dhe kushtetuese që Kosova të ketë kuvend edhe të ketë qeveri. Së është i papranueshëm emri Fatmir Limaj për listën e kryetar parlamentit dhe pse kemi kërcënuar që do të largoheni nga vetëvendosja në rast se do të kandidohet Fatmir Limaj. Krejtë pa vërtet prej teje për herë parë po të dëgjoj, ndërsa unë jam në këtë pjesën e diskutimeve dhe konsultimeve të brendshme. Do të jetë i pranueshëm emri Limaj Nuk në rast them se bëhet Limaj, a do të ketë nga i pranueshëm për lëvizjen vetëvendosje vazhdon të jetë Albulena Haxhiu, po kjo pyetja juaj suggestive që po tenton me nxjerr një titull është totalisht e pavërtetë. Do thotë ju po të konstatoni një diçka që nuk është ndëgjuar në asnjë forum. Do thotë nuk është e vërtetë. Nuk keni diskutuar asnjëherë emrin e Limajt dhe ju do t'ja japni votën. Në nivel të diskutimeve s'ka shumë, do thotë diskutohen shumë tema, po ajo pyetja në formë të pyetjes suggestive dhe konstatimit që e bën është totalisht e pavërtetë. Ja mos vazhdo pse nuk qytetari nuk është i interesuar me ushërbimet të pavërteta. Por na po tani pyetje tjetër? Po. Rrugë për qkafit me lëshu. Po dëgjop, edhe numrat gjithë ne për i shohëm, edhe ne i dim. Apo duke na unë ty që nuk e kuptoj që i kemi 57 numra. Do thotë për çështje që dihet kuptimin, une ne e kuptojmë shumë mirë, po kthena prapë te konstatimi bazik ku unë e shoh rrugëzgjidhjen e këtij problemi. Qytetari i Kosovës, gjykata kushtetuese ka thonë që grupi më i madh parlamentar i takon kryetari i kuvendit. Nuk mundet këtë drejt që ja ka dhënë qytetari edhe akt gjykimi i gjykatës kushtetuese me e marr këtë drejt për brenda partitë opozitare, për shkak se është e padrejtë, nuk është qendrëmjës sistemit. Edhe na krejt që punojnë bashkë me ata, po thonë ju e keni këtë drejtë. Po nuk i ki votat. Çu do më apo? Po do thotë votat nuk kanë qenë ja 2-3 herë edhe për çështjen e verifikimit mandateve, mendoj se njëta logjik deblokuese duhet mund ndjek nga partitë opozitare, mandej futemi në temat e tjera. Ditë mbar, vikend mirë.